Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e avokatëve të ish kryeministrit Sali Berisha për përjashtimin e gjyqtares Fluera Davidi nga seanca paraprake për kalimin ose jo për gjykim të dosjes së privatizimit të ish kompleksit Partizani. Pas këtij vendimi në datën 5 maj, Davidi duhet të vendosë mbi kërkesën e prokurisë së posaçme për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Partizani, ku të pandehur për korrupsion e pastrim parash janë marrë ish kryeministri Berisha, dhënë drejti Marber Maltezi dhe 3 persona të tjerë. Pak ditë më parë, avokatët mbrojtës i kërkuan gjykatëses paraprake që provat e spak mbi këtë dosje, të cilësoheshin të pavlefshme, por kërkesa u rrëzdua dhe pas kësaj ata kërkuan përjashtimin e Davidit. Nga ana tjetër, seanca paraprake ndaj ish kryeministrit dhe 4 pandehurve të tjerë ka zgjatur më shumë se 6 muaj, edhe pse ligji parashikon që ajo duhet të mbyllet brenda 30 ditëve. Më së shumti shkak për shtyrjen e seancave janë bërë avokatët e të pandehurve, ndërsa Sali Berisha po hetohet në masën e detyrimit për t'u paraqitur dhe dhënë drejtia Marber Maltezi në masën e arrestit shtëpiak, pasi janë marrë zyrtarisht të pandehur për korrupsion e pastrim parash. Në këtë masë ish kryeministri ndodhet që prej datës 3 janar me vendim të gjyqtarit të apelit të posaçëm, Engert Pëllumbi,